Që s'bëjmë pikalim, që s'hapin semaforët. Për ne paguajmë taksa shtetit. Por një përfaqësi. Do i çojnë gjithë udhëcioneve, nesër në orën 8 do nisen për në Tiranë. Të hapin urën për zhbllokim. Në rrugën institucionale. Pse deri tash? Pse deri tash? Po bën 2 javë. Po bën 2 javë. Do lërohet rruga? Nuk i liroj rrugët unë. Ai ishte ti, o shefa. Po se bëre ti problem, nuk lejohet. Na thanë për një javë u bë 2 muaj, s'po hapet fare. Ne do me kalu se i dim gjatë, o do shko zet, o do dalim plepa. Janë 2 rrugë. Merë prefektin telefon se merë Viktor. Shikoj vizat e bardhë kam kanë bërë vizat e bardhë, si kanë bërë vizat e bardhë. Kryeministri. Më merr në burg. Jemi të gjallë. Na shkojmë në burg. Po më intereson që të kalojnë njerëzit. Njerëzit nuk kalojnë dot fare. Që kërkojmë ne një mbikalim dhe të letë hapet rrugat dhe letë vihet semafori. Unë punoj gjithmonë, edhe turni 2 edhe turni 3. Kur son plazhi. Ka njerëz që punojnë banatjer, kamarier, nuk punojnë deri në orën 7 kur ka autobusore. Njerëzit kanë makina, shkojnë deri në 12 natës, turni 2, i 3 këtu. Si i bie që të shkoj deri në Plepa për të ardhur në shtëpi unë, po ai që e ka shtëpinë atje lart. Ose deri në Shkozet për shkuar në Plepa. Gjën e parë na tha që do hapet dhe e kam bllokuar fare, s'kam bërë as viza për Kalamajt, edhe Kalamajt kur shkojnë nga do kalojnë këtu. Ku do shkojmë neve?